Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić u takua me komandantin e Komandës Supreme të Forcave të NATO-s në Europë, generalin Aleksus Grinkević, dhe me atë rast theksoi rëndësinë e ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në Kosovë, si dhe domosdoshmërinë e mbrojtjes së popullit serb. Vučić deklaroi në Instagram se e falenderoi Grinkevićin për rolin stabilizues të KFOR-it dhe shprehu shpresën se ky mision I NATO-s do të vazhdojë të luajë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e paqes. Bashkëbiseduesit diskutuan gjithashtu situatën aktuale të sigurisë dhe rëndësinë e ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Ministri I Punëve të Jashtme I Serbisë Marko Đurić tha se kanë kaluar 27 vjet që nga miratimi I rezolutës 1244, duke theksuar se shkelja e saj e vazhdueshme ka shkelur rënd të drejtat e qytetarëve që jetojnë në Kosovë si edhe të Republikës së Serbisë në tërësi. Đurić deklaroi në një postim në rrjetin social X se është I rëndësishëm të kujtojmë se drejta ndërkombëtare nuk mund të jetë çështje e zgjedhjes dhe komoditetit politik. Duke mbrojtur pozicionin e saj, Serbia po mbron vlerat universale, tha Đurić. Drejtori I Zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković tha se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit është pronësia jonë në të cilën duhet të këmbgullim dhe t'i përmbahemi të drejtës ndërkombëtare, parimeve dhe normave të Kombeve të Bashkuara. Petković tha për televizionin TV1 se jemi në një vend I vogël për sa I përket territorit dhe për këtë arsye duhet t'i përmbahemi këtyre parimeve, sepse pavarësisht nga gjendja e botës, fuqia nuk lutet para Zotit, ne duhet t'i përmbahemi kursit ton, sepse edhe ata që do të duhet të kthehen në rendin e së drejtës ndërkombëtare. Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuzë kundër 6 personave me dyshim se kanë marrë pjesë në aktivitetet e drejtuara kundër rendit kushtetues të Kosovës dhe kanë përguar zyrtarët të kryerjen e detyrave të tyre zyrtare gjatë barikadave në veri të Kosovës në fund të vitit 2022. Siç thuhet në deklaratë, prokurorisë ata akuzohen për pengimin e institucioneve të Kosovës të vendosin rendin kushtetues, ushtrimin e autoritetit dhe kryerjen e detyrave zyrtare nga 10 deri në 29 dhjetor të vitit 2022 në komunat në veri të Kosovës, duke vepruar si bashkëkryes dhe duke përdorur forcë dhe dhunë. Hetimi kundër 11 të dyshuarve të tjerë u pozëllua pasi ata nuk janë të disponueshëm për autoritetet e Kosovës. Protestat për mbështetjen e drejtorëve të arrestuar nga territori I Kosovës qendrore vazhduan edhe sot në institucionet arsimore dhe shëndetësore në territorin e komunës së Graçanicës. Punëtorët e qendrës shëndetësore në Gushterisë të Poshtme u mblodhen përsëri këtë mëngjes në orën 9 në një protestë paqësore gjyqësorëshe dhe kolegët e tyre nga Zubin Potoku gjithashtu I dhanë mbështetjen protestës sot. Kjo është dita 16 e punëtorëve që janë mbledhur dhe thanë se protestat paqësore do të vazhdojnë derisa të lirohen udhëheqësit e këtyre institucioneve. Kryetari I nismës Pupin Vuk Velebit beson se Kosova nuk është prioritet e administratës amerikane dhe se mungesa e emërimit të një ambasadori në Kosovë mund të interpretohet si pjesë e kthesës më të gjerë të Amerikës drejt rajonit. Ai vëren se është mos mirënjohëse të interpretohet se çfarë fshihet në të vërtetë pas kësaj, por se përkeqësimi I marrëdhënieve midis administratës së Prishtinës dhe Washingtonit është I dukshëm. Analisti politik Artan Muhaxhiri beson se mungesa e emërimit të një mesazh është për Prishtinën duhet të investojë më shumë në marrëdhëniet me administratën amerikane në mënyrë që do të përmirësonte dhe të normalizonte si më parë, por siç thot ai, se është shumë e qartë se administrata Donald Trump nuk është e interesuar për Kosovën si ajo e mëparshmja. Ish diplomati amerikan Luke Zanner tha për Kosova Online se nuk mendon se problemi qëndron në faktin se Shtëpia e Bardhë ende nuk ka nominuar një ambasador për Kosovën, pasi ambasada në Prishtinë po funksionon me kapacitet të plotë dhe ka një të ngarkuar me punë shumë të kualifikuar. Zanner pret që kandidati për ambasador në Kosovë të nominohet në javët ose në muajt në vijim.
Moti nesër do të jetë me vranësira dhe reshje shiu me bubullinje rënje e temperaturës ere lehtë dhe e fortë veri perëndimore do të përhapet në tërë Serbinë perëndimore dhe jug perëndimore dhe me pas në rajonet tjera të vendit. Mund të ketë stuhi me bubullima, temperatura do të sillet nga 15 deri në 32 gradë Celsius.